Ja ku këthym sërish në studio të dashur miq, që jeni duke shoqëruar me programin e mëngjesit, Mirëmëngjesi Kosovë këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në vazhdim është koha e të ftuarve në studio. Sot kemi të ftuar Nora Zhelivoda nga shoqata për marketing të veshmbathjeve. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Si dhe Tanita Zhubi nga Fundacioni Aksioni për Nëna dhe Fëmijë. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, mirë se gjetëm. Pra, vikendi do të na gjen tek sheshi Nën Tereza, një iniciativë që ju të dyja keni marrë për të ndihmuar nënat dhe fëmijët apo jo? Po, në fakt, kjo ka qenë iniciativë e Tesha Veshës në përkroje nga Kama dhe Empower Private Sector. Flasim pak për aksionin për nënat dhe fëmijë, përgjithësi si ide, sepse tash të gjithë e dinë edhe dyqanin Tesha Vesha ku të gjithë do thotë mund të dhurojnë rrobat e tyre. Dhe të ndihmojnë nënat dhe fëmijët. Për ata që nuk e dinë deri tashte, dyqani Tesha Vesha është një dyqan i dorës dytë, ku të gjithë njerëzit vullnet mirë mundën të dhurojnë rrobat e tyre të cilat tani më nuk i përdoren, edhe të gjitha fondet që i mbledhim nga Tesha Vesha shkojnë në kuadër të aksionit për nëna dhe fëmijë. Aksioni për nëna dhe fëmijë është një fondacion i cili i ndihmon nënave dhe fëmijëve në mbar Kosovën. Si po jetë si projekt? Projekti ose vikendi të cilin e kemi organizuar, i cili fillon sot prej orës 11 në sheshin Zahir Parazitit, është vikendi i dizajnerëve. Siç e cega dhe më parë, në bashkëpunim me Kamën edhe me Empower Private Sector, ne kemi ardhur në idenë që të mbledhim një grup dizajnerëve dhe veshjet e tyre, kreacionet e tyre, të ekspozohen në sheshin Zahir Parazitit dhe të jenë të qashtshme edhe për qytetarët të cilët janë të pranishëm gjatë ditës në shesh. Të gjithë munden me ardhmë na vizitu edhe me i gjetë veshjet e kreatorëve më të njohur në Kosovë. Kretë kjo, edhe njerë po e cekë, ka qenë Nora mundet me nga të regu ma tjetër, më vonë se si ka rjedh bashkëpunimi, sepse Kama e ka organizu ardhjen e dizajnatorëve tek ne. Për cilët dizajnatorë bëhet fjalë, Nora? Okej, është hera e tretë që ne së bashku me Tesha Vesha ne organizojmë këtë event, javën e dizajnerëve, por kësaj radhe ka me qenë pak më ndryshe, se herave tjera ka qenë domethënë kanë dhuru shumë dizajner, kanë dhuru veshjet e koleksionet e tyre në dyqanin Tesha Vesha. Kësaj radhe dëshëm që të bëjmë diçka pak më interesant, ta nisim pranverën me diçka pak më ndryshe, edhe kanë me qenë në sheshin Nistene. Dizajnerët ne kemi si subsektor në shoqatën për marketing të veshmbathjeve, ku çdo herë nuk hezitojnë që të dhurojnë për çfarë do aktiviteti bamirësie. Kësaj radhe do të jenë, po ashtu mund të cekë edhe kompanitë prodhuese të cilat janë. Kësaj radhe do të jetë kompania prodhuese e çorapave, Soksi, Exxon Kazagici, Valon Fashion Studio, Valdrin Sahiti, Enkelejda Shatri, Studio Arva, se ka shumë, kështu që... Mirë, po do t'jenë ata më të mirët, themi, ashtu që... po. Kanë shprej dëshiren që të dhurojnë kreacionet e tyre. Dyqani Zam, Teuta Matoshi, Jolca Lapashtica, Ladies First, që është me vlyte Lugici, si dhe... Albina Dylla. Albina Dylla. Po si erdhe deri tek bashkëpunimi për të sjellë këtë javë vikendin e dizajnerëve? Me qenë se dizajnerët i kemi antarë në shoqatën e Kama, kështu që ka ardhur si ide që të bëjmë diçka për ta edhe për dyqanin Tesha Vesha, dhe në bashkëpunim me Empower Private Sector dhe shoqatën Kama kemi diskutuar me Tesha Veshën që të organizojmë këtë formë, edhe pse ka shumë qytetarë që japin edhe janë shumë, nuk hezitojnë këtë aspekt, por edhe dizajnerët kanë shprehur interesim. Kështu që sa riftojmë ata asnjëherë nuk thonë jo, edhe është si ide kështu që të organizojmë një gjë të tillë. Unë i kisha falenderu krejt dizajner, që kanë marrë pjesë edhe kanë treguar një zemërgjërsi. Po ashtu, krejt dizajnerët kanë pru veshjet të mrekullueshme edhe janë shumë bukura. Që kanë mju... Dhe sigurisht nga kreacionet e tyre më të fundit. Ka dhe prej kreacioneve më të fundit, kështu që i kisha ftu krejt vajzat, se gati të gjitha janë pjesë për vajza,
Qëropat mujnë edhe për djem. Mujnë me ardhe dhe me i po, është një rast i mirë për të gjitha ato që kanë mramjet e maturës, edhe tash të festa që për ahengjeve të ndryshme, mujnë me i po edhe me i marë se jo fustanet të cilat kanë me qenë me një qmin super të vëlletshme. Po, sigurisht, qmimet nuk do t'jenë aqë të mëdha sa mund t'jenë në për dyqanet ose ateljet e tyre, por do t'jenë me një shpimë të vëllitshëm për aksionin për nëna dhe fëmijë. Dyqani është vetëm një aktualisht? Keni menduar që të hapni dyqane më shumë në për qytet? Po ashtu, ideja e vikendit ka rjetë si nevoj, kisha me thonë, për shkak që ne po përgatitemi të hapim edhe pikën e dytë në qytetin e Prishtinës, dhe të gjitha fundet të cilat kanë me ardhë prej këti vikendi, kanë me shku një pjesë të tyre normal, kanë me shku në hapjen e pikës së re. Pra edhe tesha që nuk, ose fustana që nuk shitën, ose kanë me mbet, do të mund t'i ngjejnë në pikën e re të tesha veshës. Po ashtu, në mas jem në këtë pikë, kisha me iftu edhe krejt qytetarët, të cilët kanë dëshirë për me dhuru. Ja kemi mundsu edhe një pikë, një kënd të vogël, të cilat mund t'i dhurojnë të gjitha rrobat e papërdorura, të cilat nuk ju duhen tani më, dhe t'i dhurojnë për tesha veshës, sepse ato kanë me shku në kuadër të pikës së re. Po sa është numri atyre që po dhurojnë deri tani? Me tregu të drejtën jemi befasu, sepse jemi një popull bajagi zemërgjer edhe po dhurojmë. Në dyqanin tesha vesha në pikën që kemi tani më, gati çdo ditë ka njerëz që sjellin rroba. Kjo është edhe mënyra se si funksionojmë, për ndryshe do ta kishim mbyll pikën deri tani, mirë po njerëzit vullnet mirë gjithmonë na përkrajnë, edhe çdo ditë mundem me thonë që kemi prurje të reja. Edhe unë kam qenë pjesë edhe kam dhuruar diçka për ju në dyqanin tesha vesha dhe uroj që sa do bak e kam dhënë atë kontributin tim dhe ju ka shërbyer. Të jemi falendërues për zemërsisht krejt aksioni edhe tesha vesha. Faleminderit shumë. Por, qëfar tjetër të prisni nga kjo javë e vikendit? Prisni që të grumbullohen fonde të mjaftueshme? Unë më nëve po natyrisht, me qenë e ceka dhe më parë me qenë se është muaj i maj edhe po afrohemi të vera, kjo ka qenë edhe krejt ideja. Ideja është me bo një treg të hapur, të qasshëm për të gjithë, ku njerëzit kanë muni mirë dhe kanë me ardhë me vizitu lirshëm, edhe po besoj që ka me pas shitje pasi që, si që tashtë me parë, pjesë ose kreacionet që i kanë dhuru jënë të mrekullueshme, dhe njerëzit kanë me gjetë se cili një pjesë preferume të në. Mirë, të flasim edhe njerë për dyqanit se ku ndodhet, sepse dikush mund të jetë inkuadruar tani dhe nuk e di sakt se ku ndodhet, dhe që mund të kontriboj pa tjetër. Po, pika të cilën gjendeme për momentin, pika e kryesore, është në rrugën Fazli Grajqevci, apo për orientim, afër dyqanit Ditenat, kafës Ditenat, rruga mbrapa shtëpisë së Shëndetit. Nora, çfarë plane do të keni tjetër përveç këtij bashkëpunimi që keni realizuar me tesha veshën? Keni plane tjera në këtë periudhë të afërt? Po ne shoqata Kama, do të thonë i mbështet prodhuesit e veshmbathjeve, kështu që ne kemi disa aktivitete ku më shumë të se si qëllime kemi eksportin, aktivitete tjera kanë me qenë panajiret jashtë vendit, ku do të marrin pjesë në Gjermani me pjesëmarrësit e prodhuesve të veshmbathjeve. Po ashtu edhe aktivitete tjera me dizajnerët në sfilata të ndryshme që organizohen edhe jashtë vendit, po ashtu edhe në Kosovë, si dhe B2B të organizimit të ndryshme cilët organizojnë për antarët e shoqatës tonë. Mirë po, sa i përket organizimit me tesha veshën, kemi mendu që kjo do t'jetë disa herë në vit, kështu që 3 deri në 4 herë në vit, kështu që për si vjet kemi fillu, është hera parë tashmë në pranverë, por do t'jene edhe me koleksionet të tjera. Do thotë që brenda vitit do t'kemi mundësi që 3 deri në 4 herë të shohim këtë javë të dizajnerëve, apo edhe javë tjera. Me qenë se është pranvera, kështu që vendosëm që t'jetë në shesh dhe t'jetë diçka pak më ndryshe, ku do t'jetë edhe muzikë, edhe koktele, kështu që do të kenë mundësi qytetarët edhe të vinë edhe të arktohen pak. Është një temë për të cilën duhet shumë kohë që të diskutojmë, të flasim, por për fund, çfarë do ju thojë të gjithë shikuesve, çfarë do ju thonit ju të dyja, shikuesve të programit Mëngjesi që po na ndjekin?
Natyrisht, mu mbetet vetëm me iftusat, me ardhë me na vizitu, është ditë shtune, ditë pushim, pse jo me kalu kasheshi, edhe me djelë, pse jo, edhe me na vizitu, e bën edhe me ble. këtë vikend. Unë kisha falenderu dizajnerët edhe kompanit prodhuese cilët japin tërkohën edhe sa rritrasim nuk kemi probleme me ta, me njertojnë posa ku duhet me japë. Kështu që edhe i falenderoj të gjithë edhe i ftoj që të vinë të na vizitojnë. Ju falemderit shumë për gjitha këto informacione dhe unë ju dëshiroj punë të mbarë dhe sa më shumë fonde të mblidhen për të ndihmuar aksionit Nëna dhe Fëmijë. Faleminderit. Të nderuar miq, këtu po e përmbyllim edhe këtë bisedë të parë, shkoa të shkputemi me pak marketing, më pas kthehemi sërish.